Natyrisht në mungesë të këtyre numrave, ne kemi informuar zonjën Osmani. Po ashtu, si ka mundësi që ne ndeshim me zonjën Osmani kur i kemi ofruar? I kemi ofruar të bëhet zëvendës kryeministër dhe ministre e punëve të jashtme. Pikërisht në atë arenë që ka shkëlqy. Kështu që unë nuk kam ndonjë, si më thon, kam vetëm fjalë miradije për angazhimin dhe punën e ish presidentës zonja Osmani. I uroj shumë fat edhe punë të mbarë në rrugtimin e saj, kudo që ajo vendos të vazhdoj punën e saj. Sigurisht nëse shkon në zgjedhje të parakoshme do të jetë pjesë e garës. Unë nuk e di, nuk kam dëgjuar të drejtën, nuk kam dëgjuar një variant final, ka shumë variante që qarkullojnë, sepse kjo është fundja për rikthimin e saj në shtëpi. Në media, në shoqëri, po kjo është shumë normale për një shtet. Por zakonisht edhe ato që po flitet zonja Gashi po dalin, po rezultojnë të jenë ashtu. Po është shumë normale që njerëz të flasin, po ashtu shumë normale që ne ti respektojmë faktet cilat kanë qenë. Ne kemi ofruar nënshkrimet, kemi ofruar mbështetje, fatkeqësisht nuk e kemi pas ne, po ti kishim 80 nënshkrime, sot nuk të kishim diskutuar për presidentin. Sepse do ta kishim zotin Konjufsa pra president. Sepse ne vetëm se filluam seancën, mungesë të kurumit. Normalisht ju keni votat për në rundin e tretë, por kurumi. Është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që për me mbërrit në rundin e tretë duhet kaluar rundi i parë dhe i dytë. Mirë po, në këtë moment që jemi, neve nuk na duhet vetëm një quorum, na duhet një dakordim me partitë politike. Vendi kërkon një president i cili është konsensuar.